أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhalla xhalaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, zotërinë e bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, me të cilët Allahu Teala ishte i kënaqur me ta, dhe ata ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre, si dhe lutjet tona janë për gjithë ata të cilët e pasojnë fjalën e Allahut, e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi në vazhdimin e ligjëratave tona, ku jemi duke folur për gabimet e namazlive të cilët i bëjnë gjatë namazit, para namazit, gjatë namazit dhe pas namazit, ku edhe do të flasim inshallah edhe për çështjet e gabimeve që i bëjmë edhe ditën e xumah dhe namazin e xumahs, e të ngjashme me këto në mënyrë që inshallah të rregullojmë këtë ibadet madhor, namazin e urdhëruar prej Zotit tonë. Cila ishte xhamia e parë e cila u urdhëru nga ana e Allahu Teala që të ndërtohej dhe që të bëhej adhurimin sipërfaqe tokës. Për këtë na është përgjigj vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka folur në lidhje me këtë, ka thënë se faltoria e parë e ngritur sipërfaqe tokës është Qabja, Mekën e bekuar. Të cilën Mekë Allahu Teala e ka beku, sikur që ka në hadith tjetër të pejgamberit alayhis salatu wassalam, hadith vërtet, ku thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për ditës që e ka kriju qiellin dhe tokën, Allahu Teala e ka shejtru Mekën e bekuar. Dhe në këtë vend të shejt, që Allahu e ka zgjedh si të tillë dhe e ka bërë si të tillë, gjendet edhe Mekkeja apo Bejtullahi, shtëpia e Zotit në Mekën e bekuar. Namazi në Qabe ka vlerën e vetë, sikur që do të shohim në hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, shumë më të madhe se sa namazet në xhamit tjera jashtë asaj. Pastaj kur e pyetën pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe i thanë, e pas Bejtullahit, pas Qabës, cila është xhamia e tjetër që është ndërtu, tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, është xhamia e Aksas, Mesjidul Aqsa. Sa ka mes tyne, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 vjet. Mes Qabës, koha mes ndërtimit të Qabës dhe ndërtimit të Mesjidit Aqsas, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, është 40 vite. Ndërsa sa i përket vlerës së namazeve, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar për vlerën e namazeve të cilat falen në Qabe, edhe të cilat falen në xhamit pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe në xhamin e Aksas, që gjendet në Quds. Allahi e bëft që muslimanët të falen të lirë në këtë tokë të shenjtë dhe në këtë xhami të shenjtë. Kemë një hadith që na transmeton Ibn Majah dhe në Sunenin e tij dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij, dhe është hadith sahih i vërtetë që i plotson kushtet, përputhet me kushtet e Buhariut dhe Muslimit. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, një namaz në xhamin time është më i vlefshëm se 1000 namaze në xhami tjera. Një namaz i falur në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam është më i vlefshëm se 1000 namaze të falura në xhamit tjera, përveç xhamisë së shejt në Mekë, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Se një namaz në xhamin e shejt, është fjala për në Qabe, është më i vlefshëm se 100.000 namaze në krahasim me një xhami tjetër. Një namaz i falur në Qabe
ka vlerën e 100.000 namazeve të falura jashta xhamisë së Qabës. Dërsa një namaz i falur në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam është sa 1.000 namaze të falura në vende tjera, sikur që ne i kemi xhamit tona, Zoti u shtoft numrin e tyre dhe e mbusht me besimtar. Ndërsa sa i përket një namazë të falur në Mesjid e Aqsa, Allah na mundsoft me fal namaz në të, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith tjetër, kur e pyesin Resulullah sallallahu alaihi wasallam se cila nga dy xhamit është më e vlefshme, ajo e xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam apo xhamia e Kutsit, Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, një namaz në xhamin tim është më i vlefshëm se 4 namaze në xhamin e Kutsit. Do të thotë, një namaz i falur në xhamin e pejgamberit alayhis salam e pat shpërblimin sa 1.000 namaze në xhami tjera. Dërsa në këtë hadith e shohim se thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, një namaz në xhamin tim është më i vlefshëm se 4 namaze në xhamin e Kutsit. Këna nënkupton se në xhamin e Aksas një namaz ka shpërblimin sa 250 namaze jashta sa 250 namaze të falura nëpër xhamit tjera. Do thot 4 namaze në Mesjid e Aqsa është sikur një namaz në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dërsa hadithet të cilat thënë se xhamia e Resulullah, xhamia e Aqsas, një namaz xhamin e Aqsas është sa 500 namaze në xhami tjera, nuk ka hadithi sahih. Edhe pse shpesh herë përmendet në për hutbe dhe i tregohet xhamatit se e ka vlerën e 500 namazeve, realisht ky hadith nuk është i vërtet dhe e vërteta është, sikur që e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se një namaz i falur në xhamin e Kutsit është sa 4, do thot 250 sa 250 namaze, ose 4 namaze në Kuts është sa një namaz në xhamin e pejgamberit alayhis salam. Mirë po thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sa faltore e mirë që është ajo, sa xhami e mirë që është ajo, e lavdron Resulullah sallallahu alaihi wasallam Mesjid e Aqsa, tek e cila ishte fal edhe vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam natën e Isras dhe Mirajit, kur Allahu Teala e kishte marrë brenda natës prej Mekës dhe kishte bën një mrekulli me pejgamberin alayhis salam dhe e kishte dërguar në Mesjid e Aqsa, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju kishte bë imamllëk, i kishte dal si imam pejgamberve të cilët Allahu Teala i kishte tubu në Mesjid e Aqsa, e pra tyt pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte ngrit në qiell në Mirajin e tij, që është prej mrekullive të mëdha të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe njifte mirë pejgamberi alayhis salatu wassalam Mesjid e Aqsa, edhe tha sa faltore, sa xhami e mirë që është ajo. Mirë po, edhe na tërhoq vërejtën për peripeti që do t'i psoje kjo xhami. Kur tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pritet që të vijë një kohë kur një njeri të ketë një pjesë toke sa frert e kalit, për të cilës sheh xhamin e Kutsit, që të jetë më dashur për të se e gjithë dynjaja. E pas një vend në këtë tokë të shejt, po qoftë e vogël, sa edhe ku e lën frert e kalit tënd, edhe pse është shumë një simbolike e përmendur vogëlsia e hapësirës, thot te Allahu Teala ajo pjesë e tokës është më e vlefshme, më e dashur se e gjithë dynjaja. Sot kjo tokë vun dhe kjo xhami vun prej armiqve të Allahu Teala, të cilët e kanë pushtu dhe nuk janë të lirë muslimanët me fal namazet e tyne kur të dojnë, me po kur dojnë i pengojnë, kur dojnë i lejojnë. Lusim Allahun Teala inshallah që të vijë dita kur
muslimanët inshallah do të falen të lirë dhe lutim Allahun Teala që edhe ne të jemi pra tyne të cilët do ta vizitojmë këtë vend bekum dhe të lavdëruam nga vetë Allahu Teala dhe të lavdëruam edhe nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çështja e zgjerimit të xhamisë së Qabës, zgjerimit të xhamisë pejgamberit alayhi salatu wassalam, zgjerimit të xhamisë së Aksas, a e ka të njëjtin shpërblim, ka qenë çështje e diskutueshme mesin e dietarëve. Dhe i kanë diskutuar këtë çështje. A e ka sevapin njëjtë, sikur që ka qenë xhamia në kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo sikur që i ka psu ndryshimet edhe në kohë të Hazreti Omerit radiallahu anhu, edhe në kohë të Hazreti Othmanit radiallahu anhuma, që tregon se në kohë të pejgamberit alayhis salam ka qenë hapësira më e vogël. Mirë po, me pranimin e islamit të shumicës së fisëve në Suedesën arabe dhe përhapja e islamit edhe jashtë Suedesës arabe dhe futja në islam e shumë njerëzve bëri që ata të vinin dhe të vizitonin Qabën e bekume dhe të vinin me pa xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe të falnin namaz. Dhe ishte pritshme se hapësira e xhamisë pejgamberit alayhis salam që i mjafton të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij gjatë periudhës kur ishte Muhamedi alayhis salam në Medinë, kjo ishte e pamundshme që t'i zente të gjithë ata muslimanë të cilët ishte shtuar numri i tyre dhe kërkonin hapësirë më tepër. Prandaj kjo është shtyri që Hazreti Omeri radiallahu anhu ta zgjeronte xhaminë e pejgamberit alayhis salam, po njëjtën gjë e bani edhe Othmani radiallahu anhu që e zgjeroi edhe Hazreti Omeri edhe Hazreti Osmani e zgjeruan xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirpo edhe në Qabë, ne jemi dëshmitar në kohën ku po jetojmë se sa zgjerime ka psu Qabja e bekume, Allah i shpërblet gjithë ata të cilët kanë dhënë mundin, kontributin e tyne, çfarë do të qoftë ai, që të zgjerohet hapësira e Qabës së bekume dhe që të lehtësohet tavafi dhe namazi në xhaminë e Qabës. Sot e shohim sa është jashtëzakonisht e zënuar. Unë për shembull e mbaj mend dhe xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam shumë më të vogël, kam qenë për herë të parë në janar të vitit 1990, edhe në Qabë, edhe në xhaminë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur hapësirat e reja ishin ende duke u ndërtu te xhamia e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Qabja mbajnë mend që autobusi lokal prej hotelit e deri në Qabë ka qenë një stacion i vogël i autobusave lokal në linte pranë mureve të Qabës, e cila atëherë ka qenë shumë më e vogël se sa zgjerimet që i ka psu këto dekadat e fundit. Mirë po, a është njësoj apo jo, ka qenë kjo temë diskutimin mesin e dietarëve, a e merr sevapin e njëjtë? Shumica dërmuese kanë thënë po, për arsye se sahabët e pejgamberit alayhis salam, shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, po të kishin besu se nuk është e njëjtë sikur të falesh në xhaminë e kohës pejgamberit alayhis salam dhe në xhaminë e kohës Omerit dhe Othmanit radiallahu anhuma, që i kanë bërë zgjerimet, ata kishin me fol dhe kishin me kundërshtu një gjë të tillë. Përkundrazi, le që nuk kundërshtuan, po imami i cili falin namaz, ka qenë Hazreti Omeri imam, ka qenë Hazreti Othmani imam, radiallahu anhuma, të cilët dilnin përpara xhamatit në hapësirat e zgjerimit të xhamisë, ndërsa sahabët qëndronin në safet, në vijet e safeve të reja, në hapësirat e reja, dhe kjo fare nuk i pengonte ata që të falnin namaz. Mirë po, tavafi si tavaf, kanë thonë dietarët, ajo duhet të bëhet në hapësiren që është brenda mureve të Qabës, nuk bëhet jashtë mureve të Qabës. Mirë po, e bën në brendësi, mund është me e bë edhe në ato që është e mbuluar, mirë po, deri në fundi ka muret që e rrethojnë matafin, vendin e tavafit, mundet që të bëhet edhe në përdhes, mundet që të bëhet edhe në podrum tavafi, mundet që të bëhet
edhe në katin e dytë, po edhe lart në katin e tretë, po flas për gjendjen e sotshme. Mirë po jashtë mureve të Qabës, me u sjell Qabës dhe me bë tavaf, për këtë kanë thonë nuk ka tavaf të tillë. Por namazi i falur jashtë mureve të xhamisë pejgamberit sa më dhe ditën e sotit, ose jashtë mureve të Qabës, a e merr sevapin e xhamatit apo jo, kjo po ashtu ka qenë çështja apo temë e diskutimit mesin e dietarëve. Dhe kanë ardhur se e merr sevapin, mirë po gjersa ti e sheh xhamatin që është i lidhur me imamin që është brenda. Nëse dëgjohet zani që i merr tekbiret dhe i merr, domethënë tekbiret me shkon ruku, me shkon sejdë, po qoftë edhe me mikrofona. Dhe koha është e njëjtë e zërimit që ne e dëgjojmë kur shkohet në ruku, kur kthehet prej rukus, apo edhe shohim xhamatin që është i lidhur me atë imam, kjo lejohet inshallah me fal namaz me xhamat dhe mu konsiderohet që je në shpërblimin e 100.000 namazeve nëse e bën këtë në Qabe, apo je me shpërblimin e 1.000 namazeve nëse e bën në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo vlen edhe për xhamia tona kur e falim namazin me xhamat, edhe ditët e xumës kur nuk na nxjerr të gjithëve hapësira brenda mureve të xhamisë, mirë po neve dalim jashtë, ai kemi fitu sevapin e xhamatit, gjithsesi që inshallah e kemi të fituam sevapin e xhamatit. Dhe namazi me xhamat ndërun vëllezër është shumë i rëndësishëm dhe shumë duhet patur kujdes që mos ta huqim faljen e namazit me xhamat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se vlera e të falurit namazit me xhamat është 25 herë më e vlefshme se sa vlera apo deri në rivajete kemi transmetime 27 herë më e vlefshme se sa namazi i falur në shtëpinë e tij, po edhe nëse bën xhamat në shtëpinë e tij, nuk e arrin sevapin e namazit të falur në xhamin e lagjës apo në xhamin e qytetit tij. Me fal namaz me xhamat në shtëpi nuk e arrin sevapin e namazit me xhamat që e fal në xhami ku është thirr ezani dhe ku është bë ikameti që muslimanët të tubohen dhe të falin namaz me xhamat. Për shembull, prej dietarëve sikur Ibn Nujaym thot, ai që e fal namazin duke bë si xhamat, familjen e tij nuk e arrin shpërblimin e xhamatit me përjashtim të rasteve kur ka arsye. Për shembull, çysh janë arsyet? Ja është i smut, ose ka shi, edhe smundet me dal nuk ka me çka del deri në xhami, apo është në largësi që nuk e ka dëgju ezanin dhe është hutu, i ka kalu koha e namazit me xhamat, pastaj i ka tubu xhamatin në familjet e vet, atëherë inshallah Allahu Taala ja jep shpërblimin, por pa arsye, mos me shku atjene dhe me fal namaz në shtëpi, hajtë se e bëjmë xhamatin këtu, edhe njëjtë kemi si në shtëpi, sikur në xhami, kanë thonë dietarët, nuk është njëjtë sevapi. Nëse na ka thirrë muezini me shku në xhami, me fal namaz me xhamat, atëherë ne duhet shku dhe fal namazin në xhami. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot namazi që falet me xhamat është 25 herë më i vlefshëm se namazi që falet në shtëpi apo në treg. Dyqanxhie, s'don me mshël, edhe që aty në meniqoshë falin namaz me xhamat, nuk e mbyll dyqanin, me po ka qef që aty me fal, nuk e ka shpërblimin aty, edhe nëse falet me xhamat sikur të i përgjigjet namazit në xhami. Me po arsyetimi se është në vend të punës dhe ata nuk e lajnë, pastaj në 2-3 kolegë po e falin në vendin e punës tyne ku punon në institucion publik dhe nuk mundet me dal, kjo mund me qenë inshallah arsyetim pse nuk i është përgjigj thirrjes me ezinit. Thot pejgamberi alayhis salam
për çdo hap që bën, kur të shkon me fal namazin në xhami, ngrihet një shkallë dhe i fshihet një mëkat. Për sa kohë që ai falet dhe nuk e prish abdesin, melaçet luten për ta. Kur ta kryen namazin, edhe është tunaj që aty ku ka fal namazin, dhe nuk e prish abdesin, nuk lëshon gaz apo në ndonjë mënyrë tjetër me e prish abdesin, melaçet luten për ta dhe thojnë: o Allah, bekoje atë, o Allah, ki mëshirë për ta. Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma barik lehu, Allahumma arhamhu, dhe thot: o Zot, jepi bereqet këtij dhe e mëshiroje kët. Dhe ky konsiderohet namaz për sa kohë që e pret namazin. Hadithin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Do të thonë, nëse qëndron aty dhe e bën dhikrin pas namazit, pasi që e ka fal namazin, ky e merr shpërblimin inshallah tek Allahu Teala, sikur me pas qëndru gjatë tër kohës në namaz. Po ashtu, formimi i namazeve me xhamat, pas xhamatit të parë në xhami. Ne për shembull shohim shpesh herë kur shkojmë me fal namaz në xhami, njerëz të cilët falen grupe edhe falen me imam. Jo kur rri imami në mihrab, e po falen diku në djathtë apo në çmajt dhe formojnë xhamate tjera. Dietarët kanë folur në lidhje me këtë çështje. Në një xhami ku ka imam të caktuar me detyrë zyrtare, e ka caktuar udhëheqësia e cila merret me organizimin e jetës fetare në atë vend. Dhe ai është i njohur mes muslimanëve si person që është vendos me fal namazin me xhamatin e muslimanëve. Ai apo zëvendësuesi i tij, rasti konkret te ne, zakonisht janë muezinat të cilët janë në detyrë. Nëse këta e kanë marrë detyrën, ndërun vëllezër, e kanë fal namazin me xhamat, është kry namazi me xhamat, kanë dalë, neve ke ardhur, edhe nuk ka aty, çfarë duhet bëjmë? A duhet ta bëjmë edhe një xhamat të dytë, sikur që e shohim shpesh herë në xhamiat tona, apo duhet të kthehemi në shtëpiat tona dhe secili veç me u fal apo me fal me xhamat por në shtëpinë e tonë. Në lidhje me këtë çështje, dietarët kanë dhënë mendimet e tyre, shumica dërmuese janë që nuk ka xhamate tjera, nuk formohet xhamati i dytë dhe xhamate tjera në xhami ku është fal namazin me xhamat nga imami i autorizuar për me fal namazin me xhamat. Të këtij mendimi kanë qenë Sufjani Thauri, Abdullah ibn Mubarak, Imam Maliku, Malik ibn Anas, Imam Shafiu, po ashtu Imam Ebu Hanife, Lejth ibn Sa'd, Imam Auzai, dy nxënësit e Ebu Hanifes, Ebu Jusufi, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, Yahya ibn Sa'id, Salim ibn Abdullah, Abdul Razak Sanani, Ayub Sukhtejani, Hasan al-Basri, Alqama, Aswad, Nakhai, Abdullah ibn Mas'ud, e shumë të tjerë të cilët kanë qenë kundër që të falen xhamatet, namazet në xhami me xhamate tjera jashtë xhamatit të parë. Dhe kanë arsyetuar, kanë argumentuar në lidhje me këtë çështje që nuk bashkohet fjala e muslimanëve dhe zemrat e muslimanëve si të bëjmë përçamje të xhamateve, edhe nëse nuk kanë qenë të qëllimshme. Mirëpo nuk guxon me ardh dikush tjetër edhe me kriju xhamat të dytë. Paramenon çfarë dere ishte qelë ndërun vllazën, nëse neve themi bën, edhe njerëzit rrinë shtëpijat e tyne, edhe nuk i përgjigjen thirrjes së muezinit kur i thret dhe i thot hayya ala salah, eja në namaz, hayya ala falah, eja në shpëtim, e këta kqyrin futboll, hajnë bukën e tyne, kryjnë muhabetin e tyne, e pastaj dikush që thot po thirr ezani për shkojmë xhami, jo rri, mase shkojmë e falim, zati se ka imami edhe ezanin e mirë, na shkojmë e kemi imamin ton, këto sahat arsye tim, apo jo njëherë ta kqyrim lojën, mase na shkojmë
kemi boll këto namaz dhe formojmë një xhamat tjetër, kjo nuk ka prej sunetit të pejgamberit alayhis salam e as sunet i sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo ka qenë e papëlqyme edhe në kohë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Para mëno çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij apo edhe Imam Muslimi në Sahihun e tij. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, më ka shku mendja me çu dikënd për këtyre djemve të ri që më mbledh disa dronj edhe me urdhru më bë ezani dhe ikameti, më nis këta me fal namaz, dërsa unë të shkoj në për shtëpitë e atyre që nuk paraqiten namaz me xhamat dhe t'i djegi ato. Do thonë aq ka qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam i irrituar nga ata të cilët nuk kanë ardhur me fal namaz në xhami me xhamat, saqë thot më shkonte mendja që më mbledh mi shti disa djem të ri, më mbledh dronj edhe më shku me u djeg shtëpiat e atyne të cilët nuk vin me fal namaz me xhamat. Me po thot mos me qenë friga se ka fëmijë edhe gra edhe do të them pleqe njerëz të smund në para ato shtëpia, e kisha bë këtë veprim. Këtë e kanë marrë si argument dietarët, kanë thonë po të kishte qenë e lehtë çështja, sigurisht se pejgamberi alayhis salam nuk kishte me u irritu kaq shumë dhe me mënyrë figurative me shpreh pezmin e tij në këtë mënyrë. Mirë po i ka arsyetu, do të thonë të arsyetuam janë vetëm fëmijët, janë vetëm gratë që se kanë obligim me shku me fal namaz me xhamat, bile namazi i tyre në shtëpiat e tyre është më i dashur tek Allahu Teala se sa me shku edhe me fal namaz në xhami, por nëse falen në xhami e kanë të lejuar dhe për këtë nuk kemi do të thot asnjë pengesë. Mirë po namazi i femrës i falur në shtëpinë e saj është më i dashur tek Allahu Teala. Por nuk bën burra të shëndosh musliman tjerë që të përngjasojnë me gratë apo me fëmijët apo me smutit, me pleqt të cilët nuk kanë mundësi me ardhë në xhami edhe me marr si arsyetim, po falemi se 27 herë, 25 herë është më i vlefshëm atje, por bën edhe me u fal në shtëpi. Është vërtet që bën me u fal në shtëpi, por kjo ka të bëje me namazin, me vlefshmërinë e namazit, që namazin shpe është i pranuar te Allahu Teala, por e papëlqyme dhe ne duhet të i përgjigjemi thirrjes së imamit. Prandaj kur hym në xhami dhe e vrem se xhamati e ka përfunduar namazin me xhamat, do të thonë në xhami është përfunduar, atëherë neve duhet të kthehemi apo të hymë dhe të falemi secili veç e veç, se kështu kanë bë edhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sikur që tregon Hasan al-Basriu, kur shokët e pejgamberit alayhis salam hynin në xhami ku ishte fal namazin me xhamat, atëherë faleshin secili veç e veç, sikur që transmetimin e Hasan al-Basriut e ka transmetuar Ibn Abi Shayba në Musannifin e tij dhe Abdurrazaku në Musannifin e tij. Po ashtu tregohet për shembull se Abdurrahman ibn Mujbir ka thonë hym bashkë me Salim ibn Abdullah në një xhami ku kishin përfunduar namazin dhe tham, a nuk po falim namazin me xhamat? Tha nuk mund të falet namazi me xhamat 2 herë në një xhami. Kjo vlen edhe për imamin, që imami mos më i fal 2 namaze me xhamat në një xhami. Fetvaja dallon në disa vende ku hapësira është e vogël e ka shumë xhamat, edhe a mi fal 2 namaze të bajramit, a mi fal 2 namaze të xhumas, po edhe ata të cilët e kanë leju kanë thënë që duhet të ndrohet imami. I njëjti imam nuk bën 2 namaze me i fal në xhami. Dhe sikur që s'bën një imam me i fal 2 namaze në xhami, zbën edhe 2 xhamate me i bë në të njëjtën xhami. Për shembull ka pas prej dietarëve që ka thonë këta që po i shohin qëta që po falen
në këtë mënyrë kanë me mësu edhe fëmijët e tyne, e pas një kohë keni me pas se kanë me pa fëmijët e tyne gjanë normale me fal namaz me xhamat të dytë apo të tretin në një xhami. Mirë po, nëse është xhamia, kanë thënë dietar, nëse është xhamia e cila është çadione në një pompë të benzinës, në një qendër tregtare, në aeroport apo në një kazermë, në një stacion, në një spital ku nuk ka imam, po ka mesxhit, a bën të formohen xhamate, aty bën, se nuk ka imam, edhe është lanë për kryerjen e namazeve, aty bën. Por në xhamiat ku ka imam të rregullt dhe zavendësues të tij, atëherës nuk bën që të bëhet xhamati i dytë nëpër ato xhamia. Për shembull, ka pas shumë probleme në të kalumen, vëzojmë hala sot e kësaj dite në Damask, unë e mbaj mend në kohën kur kam qenë në kohë të studimeve në vizitë që kam bërë te xhamia e Mevite në Damask, kanë qenë 4 mihrabe. Hanefit e kanë pas mihraben e vet, Shafit, Malikit vetën, Shafit vetën, Hanbelit të vetën. Për shembull, pse e falin më herët Shafit sabahun, kjo kish ndodhur edhe në Azhar, sikur që ka përmend Ahmed Shakir, një muhaddith i njohur, thot ka qenë adet që imami i Shafive që e fal namazin e sabahut më herët, të vinin njerëz që i përkisnin mezhebit Hanefit, të cilët e falin sabahin më vonë derisa fillon me u zbardh, me dal agu i hershëm i mëngjesit dhe me ndriçu qiellin drita, këta nuk u falnin mas këtij imamit, mirë po vendosnin me u fal prapa. Ose për shembull, e mbajnë mend një herë Sheikh Albanin apo tregu rahimahullah, thot duket namazi i qindis ka qenë, thot u dëgju ezani i namazit të qindis, thot unë isha me dajën tem. Edhe i thash daj apo shkem me fal namazin në xhami, është fjala në atë kohë te xhamia e Mevidve, thot daja, ja, ky ezan nuk ka jani, neve na thirr masnai. Pse nuk është jani? Se tash falen Shafit, e ma vonë neve do të falemi të mezhebit tonë. E thot që Albani edhe pse nuk kisha në atë kohë shumë dije, isha shumë i ri, thot mirë po e kisha dëgju një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam që është bëj imami me u pasu. Nëse ja qëllën, ai ka tamam dhe ju e keni tamam, nëse gabon, ai nuk e ka tamam, nuk e merr sevapin, por ju e keni tamam, e keni të plot dhe e merrni shpërblimin tek Allahu Taala. Prandaj mu nuk më interesonte imami edhe mezhebi i tij se çfarë ishte, mu më interesonte me shku me fal namazin në kohën e vet që është për veprave më të dashura tek Allahu Taala. Dhe kjo është e vërteta. Ose deri vonë, deri para 100 viteve, po mbreti i Saudis që i ka themelu këtë mbretëri që është sot, deri në kohën e tij, në Qabe, i sheni edhe fotografitë e moqme, në 4 anë të Qabes ka qenë 4 mihrabe të ndryshme. Janë falë me një anë Hanbelit, me një anë Hanefit, me një anë Malikit, me një anë Shafit. Kjo nuk ka për islamin dërun vlazën, me i përqa radhët. Allahu Taala ka zbrit ajetet Kuranit ku ka folë për mezhidit dërar, xhamin e Zararit që kanë kërku munafikt me nda xhamatin në xhamis pejgamberit alayhis salam dhe xhamatin në xhamin e Kubas dhe me nda safat e muslimanëve, Allahu i ka zbulu qëllimet e tyne dhe ka urdhëruar pejgamberin alayhis salam me shku dhe me rënu atë xhami e cila është ndërtuar në bazat e përçarjes së muslimanëve. Prandaj nuk lejohet apo nuk pëlqejet më mirë të themi që të krijohet xhamate jashtë xhamatit të parë në xhamiat ku ka imam, por nëse e kanë bën një xhamat të tillë, a e kanë namazin tamam? E kanë namazin tamam, kanë thënë dietarët, por është e papëlqyeme një gjë e tillë. Allah na mundsoft inshallah që të shkojmë në xhami në kohën e parë të namazit dhe të kryejmë obligimet
tona si musliman, deri në takimet tona të radhës, mbeqje për kujdesin Allahu Teala. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.